janë 2 varre shenja të shenjta, Zotri Prekës e Zënjes Lena. Pe Pellazve, Ilerve, pastaj edhe Albanëve kënena janë ndru edhe fetë, se si mbas pushtusit, janë morë edhe fetë ndryshme. Sigurisht. Mirë po këtu sa kanë qenë, deri në qëtë vitin, që thashu 1566, nuk kanë qenë të nështrum nga Perandoria Osmane. Edhe në atë kohë, me pushtimin e tyne, po ata kanë metë katolik, nuk ka tjera dhona për tanë. Kanë qenë besimit katolik. Po çështja e dy gurëve që edhe sot janë realisht tek orat e Trojës, janë me të vërtet 2 varrezat? Gurët janë kogja ma largë prej vendbanimit. Po. Mirë po, kullosat si kanë qenë kënenaj, ku teritori ty në krejtë. Me dojë që të në kodra dy këtë ku a veni. Është një ven fundtare, së në këmë thonë aty Buzë Livodit, në fund një are. Janë 2 shenja, janë 2 varre. Janë 2 varre shenja të shenjta, Zotri Prekës e Zënjes Lena. Kjo gojdhon u përcjell pe pleqve tonë, gjenerat mas gjenerate, dhe ata gurë nuk jenë prek aty, pronari e tokës, nuk i ka prek, veç e ka rëthu, ka punu tokën për rreth, aty ka metë me një pëmë aty, dhe do thera senë. Ne këna pastru aty thera, këqyrë, dhe janë 2 gurë shumë të vjetër, prek gurë si kem, as me këqyrë as kur gjohë, se gurë shumë e vjetër, po në bazë të kësaj gojdhone dhe në bazë të në gurëve, dhe më thonë, na besojmë që kanë pas vërreza aty. Ka edhe shumë vërreza tjera, që nuk pëjdina mirë të kujna qysh janë. Si janë identifiku? Mund duhet për shembull që kanë qenë edhe familjes tine se në tëna, ose ka edhe që jenë zhduk gjatë kohës, erozionit kohës e tjera.